أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلندرojmë Allahun Azza wa Jall, atë falenderojmë prej tij, falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjellim Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, na inshallah taala do të jetojmë disa minuta mbi një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadith të cilin transmeton Abi Dharr Jundub ibn Janada وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. تندروا الغزر pra transmetojnë këtë hadith të mirë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy sahabi të ndershëm Muadh ibn Jabal edhe Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhuma, të cilët thonë se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ke frikë Allahun Azza wa Jall kudo që të jesh dhe pasojë të keqen më një herë pas më një të mirë, për shkak se ajo e fshin atë, edhe sillu me njerëzit me një sjellje të mirë. Të nderuar vëllezër, atu vallë kushon ky sahabi Abi Dharr al-Ghifari apo Jundub ibn Janada, ishte nga të parët të cilët e pranuan Islamin, ishin nga të parët, nga pesë të parët të cilët e pranuan Islamin në durrët e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhe ai pra, pasi që e pranoi Islamin, u kthi te populli i vet, te populli al-Ghifari, dhe atje thiri pra i thiri ata në fenë e Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe pastaj, pasi që bëri pejgamberi alayhi salatu wassalam hijret në Medinë, ai bëri gjithashtu dhe shkoi te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe e shoqëroi atë në të gjitha veprat që i bante pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ishte pra mifti në kohën e Abu Bekrit, në kohën e Omerit edhe në kohën e Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu. Pra jepte fetva, ishte nga ato sahabit të cilët ishte i përzgjedhur që të jepte fetva për çështjet e fesë. Wa kana yadribu bihi al-mathalu fi as-sidq, ishte aputon shumë i sinqert derisa u mirë të thot shembull në mesin e sahabive për sa i përket sinqeritetit. Wa awwalu man hayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tahiyati al-islam, dhe ishte i pari nga të parët të cilët e përshëndeti pejgamberin alayhi salatu wasalam me fjalën assalamu alaikum. Derisa Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi në koleksionet e tyre kanë regjistruar hadithe që kanë transmetuar nga ai 281 hadith. Dhe në kohën e fundit të tij, të nderuar vëllezër, atë shumë ishte asket dhe atë shumë nuk e donte dunjon dhe luksin e kësaj dunjoje, derisa u largua nga Medina dhe shkoi në periferi me një vend të cila u quajte Rabdhete. Atje pra jetojnë kohën e fundit të jetës së tij, pra edhe në advent, po ashtu vdiq në vitin 31 hijri. Të nderuar vëllezër, këto ishin disa fjalë të shkurta për sa i përket biografisë së këtij sahabiu të ndershëm. Ndërsa pozita e këtij hadithi të cilën e cekëm në fenë Allah subhanahu wa ta'ala, ja pra të ndëgjojmë dietarës së cilët kanë thonë, qala Ibn Hajar al-Haythami rahimahullah,
hadha al-hadithu jami'un li sa'iri ahkami ash-shari'a. Thot që hadithet është përmbledhës i gjitha thujse i gjitha dispozitave të fesë Allah subhanahu wa ta'ala, për shkak se feja Allah azza wa jall në esencë nuk del jashta urdhërave për të mirë dhe ndalimin nga të këqijat, fa huwa kullu l-islam, edhe kjo pra e përfshin thujse të tërë islamin. Dhe gjithashtu në kjo hadith thujse e përfshin edhe atë çka e ka prunë edhe hadithi i Gjibrilit kur ka pyet për islamin, imanin dhe ihsanin. قال المناوي رحمه الله هذا الحديث من القواعد المهمة. كي حديث është prej rregullave të rëndësishme në fenë e Allahut, li ibanatihi li khairid darain, për shkak se i përfshin mirësitë e dunjos dhe të ahiretit, dhe gjithashtu i përfshin edhe hakët ndaj Allahut azza wa jall dhe hakët ndaj krijesave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Allan as-Siddiqi rahimahullah, وهذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dhe kjo është gjithashtu fjalë përmbledhëse nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa inna at-taqwa wa in qalla lafdhuha jami'a li huquqihi, për shkak se fjala takvallok në këtë hadith edhe pse është e shkurtër, por i përfshin gjitha hakët ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, cilët janë thua ato ijtinabu kullu manhin anhu, pra ato janë që të ndalojmë nga ajo çka Allah na ka ndalu dhe të bojmë ata çka Allahu azza wa jall na ka urdhnu. Faman fa'ala dhalika fa huwa min al-muttaqin alladhina sharrafahum Allahu ta'ala fi kitabi. Dhe ai cili pra vepron kështu në jetën e tij mbrenda 24 orëve, pra mundohet në përpikmëri që ta zbaton atë çka Allah ka urdhnu dhe të ndalohet nga ajo çka e ka ndalu, pra ai është bërë me të vërtet nga të devotshmit, nga ata të cilët Allahu azza wa jall ju ka dhënë, i ka poshuar në Kur'anin e Kerim. Të nderuar vëllezër, a thu vallë cili o kuptimi i hadithit dhe shpjegimi i saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ittaqillaha haythu ma kunt, ke frikë Allahun azza wa jall kudo që të jesh, fi al-khalwati kama tattaqihi bi hadrati an-nas, pra të kesh frikë Allahun azza wa jall edhe në vetmi, sikur që ke frikë apo ke kujdes edhe kur je mesin e njerëzve, wattaqihi fi sa'iri al-amkinati wal-azmina, dhe të kesh frikë Allahun azza wa jall gjithashtu në gjitha vendet dhe në gjitha kohrat, në gjitha vendet, pra jo vetëm në xhami, jo vetëm në Kabe, jo vetëm në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, por të keshe edhe në rrugë, edhe në punë, edhe në shtëpi, edhe atëherë kur je vet, edhe në kodra, edhe në liva, pra kudo që ti je, pra të kesh frikë Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe në gjitha kohrat, jo vetëm në kohën e namazit, jo vetëm në kohën e agjerimit muajit Ramazanit, në kohën e haxhit, por 12 muaj besimtari e din se Allahu azza wa jall pra e vëzhgon 24 orë. Allahu azza wa jall çka tha? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, nuk janë dy apo më shumë vetëm se Allahu azza wa jall është me ta. Wattaqwa kalimatun jamia li fi'li alwajibati wa tarki almanhiyat. Takvallahu është të nderuar vëllezër, të vepruarit me ata çka Allahu azza wa jall na ka urdhëruar dhe të ndaluarit nga ajo. Thot Omar ibn Abdulaziz rahimahullahu ta'ala, lejse takwallahi bi siyami an-nahar wala bi qiyami al-layl. Nuk ka takvallok thot që të agjerojmë thot ditën dhe të falmi thot natën. Por takvallok thot është me ju ndalue, me ndalue apo mu largu nga ajo çka Allah na ka ndalu dhe me veprua çka Allahu na ka urdhënu. Pse po thot Omar ibn Abdulaziz se nuk ka takvallok me agjeru ditën vetëm edhe me u fal natën, po shkak se edhe agjerusi nëse s'ka frikë Allahun azza wa jall, ai abstenon nga haja dhe pija, por nëse nuk e nal gjuhën e tij nga ndaluara, nga gibeti, nga fyrja, nga akuza, nga shpërndarja fjalëve të këqija, nga bartja e tyre, pra ai nuk llogaritet nga të devotshmit. Për ata thot Abudan se i devotshëm është ai i cili ndalon, pra ndalon gjuhën e tij nga harami, sinin e tij nga harami, dorën e tij nga harami, dhe ngrënjen dhe veshjen pra e ban vetëm se me halal. Kjo pra ki kujdes pra është ajo e cila ngrit besimtarin deri te devotshmëria. Thot Talq ibn Habib rahimahullah, at-taqwa an ta'mal bi ta'ati Allah ala nur min Allah. Thot ki Talq ibn Habib, takvallok thot është që të veprojmë në bindje ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, me udhëzimin të cilin Allah azza wa jalla i ka zbrit, dhe mu ndalu nga ajo çka Allah azza wa jalla i ka ndalu, me udhëzimin çka Allah azza wa jalla i ka zbrit, jo prej hamendjes. Thot pejgamberi alayhis salatu wasallam pjesën tjetër të hadithit, dhe pasojë të keqën me një të mirë, por shkak se ajo e fshin atë. Pra çdo njeri, çdo besimtar, qoftë edhe besimtari i mirë dhe i drejtë,
Pra Allah Azza wa Jall e ka krijuar krijesën njeri pra të gabushëm dhe gjunaqar. Dhe besimtari i mirë është ai i cili pra pas çdo mëkati ai pendohet e bën një vepër të mirë një herë, duke filluar nga pendimi dhe pastaj me namaz dhe pastaj me sadaka dhe pastaj me agjerim nafile dhe pastaj me lexim të Kur'anit Kerimit dhe pastaj me një bamirësi e kështu me radhë, me rëndësi pas çdo të keqe pra besimtari më një herë ka kujdes dhe shpejton drejt pendimit ndaj Zotit e tij dhe drejt xhennetit të Allahut subhanahu wa taala. Pse? Po shkak se ajo e fshin atë të nderuar vëllezër. Allahu azza wa jalla tha në Kur'anin Kerim, innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at, më të vërtet mirat i fshin thotë të këqijat. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dhe pjesa e fundit e hadithit pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe sillu thot me njerëzit me një sjellje të mirë. Dhe sillu me njerëzit me një sjellje të mirë, duke filluar prej buzëqeshjes, prej ftyrës, prej fjalës së mirë, prej pra veprimit ndaj atij i cili ndoshta ka nevojë për ty t'i zgjat dorën për ndihmë, por ajo e cila është më e pakta është që mos t'i bëjmë dëm asnjërit nga besimtarët apo nga krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Po shkak se besimtari ja kupton i ka frikë padrejtisë ditës së Kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nduar vëllezër thot: "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa", besimtari me iman më të plotë është ai i cili e ka moralin dhe sjelljen më të mirë me njerëzit. Gjithashtu hadithin se transmeton Aisha radhiyallahu anha, çka thot: "Innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqi darajat as-sa'imi al-qa'im", më të vërtet besimtari mund me arritë shkallën e atij i cili agjeron ditën dhe falet natën me sjellje të mirë. Pra të nderuar vëllezër, pe shohmi se ky hadithi përmban në vetvete duke filluar nga takvalloku e cila është vepër e zemrës dhe ajo reflekton pra në veprat e jashtme dhe pastaj dhe kjo i veprat e jashtme neve na aludon gjithashtu edhe kur të bëjmë ndonjë mëkatim ka sheh Allah se si duhet me vepru atë dhe pastaj raportin me krijesat dhe njerëzit dhe krijesat e Allah subhanahu wa taala. Për ta kanë thënë dietarët se ky hadithi përfshin thujse gjitha dispozitat e fesë Allah subhanahu wa taala. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تندر والدزر لسا دوبينغا كي حديث فيه الأمر بتقوى الله وهي وصية الله لجميع خلقه. كي حديث أبو تنثت është urdhër që të regon se Allah Zëjl ka urdhënua pra krijesat në përgjithësi që t'i kenë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Al-huthu ala fi'li at-ta'ati wa ijtinabi al-manhiyat. Gjithashtu është nxitje që të veprojmë ata çka Allah Azza wa Jall na ka urdhëruar dhe të ndalohemi nga ajo që ka ndaluar. El-hasanatu yudhibna as-sayyi'at, edhe ne ban me dije se më të vërtet veprat e mira pra i fshin veprat e këqija. At-targhibu fi husn al-khuluq, edhe nxitje për sjellje të mirë dhe moral të mirë me njerëzit dhe krijesat e Allah subhanahu wa taala, për shkak se e pamna në hadithet e vërteta se gjëja thujse pas imanit më e rënda çka peshohet ditën llogaris është sjellja e mirë me njerëzit të nderuar vëllezër. Pra ta lutim Allah subhanahu wa taala që Allah azza wa jall të na stolis pra me urdhnat me mirësi të këtij hadithi duke vepruar në jetën tonë të përditshme, duke lutur Allahun azza wa jall që këtë muaj të Ramazanit Allah azza wa jall të na lehtëson me agjerim dhe këtë ditë të agjerimit Allah azza wa jall të na i ban kabul ya rabbel alamin. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.